Kush do të fitoj, Bitcoini apo bankat? Në vitet e më përpashme të kësaj serie, folëm se si bota po shkon drejt një sistemi të ri financiar dhe e mbyllëm duke lënë një pyetje varur. Kush do të dalë i fituar, Bitcoini apo bankat? Konfliktet që po ndodhin sot në botë lidhen fort me përgjigjen e kësaj pyetje, sepse në fund llogarive të gjitha luftrat janë luftra bankierësh. Filozofia e Bitcoinit është shumë e thjeshtë. Është hera e parë kur njerëzit krijuan vlerë kompjuterike që imiton vlerën fizike. Për të krijuar diçka që ka vlerë, duhet që të plotësohet një kusht themelor, duhet që vlera në momentin që kalon nga unë tek ty, atë vlerë unë nuk e disponoj më. Ti po. Kjo kartë monedha këtu ka vlerë, sepse nuk mund të kopiohet, nuk është se ti e fotokopion sa herë duash dhe shkon te dyqani për të blerë. Ka element sigurie që garantojnë që ti të mos e kopjosh dot këtë vlerë përveç se ta shumë fishosh, duke u përpjekur për të prodhuar vlerë të njëjtë me të. Nga që kjo nuk mund të kopjohet, pra ekziston një konsensus social që këtë ta përdorim si njësi matëse të vlerës. Okej? Tashi, e njëjta gjë vlen edhe për Bitcoinin. Nuk duhet të kopjohet Bitcoini që të kemi një konsensus social. Dhe kjo mos t'ju duket diçka e thjeshtë për t'u arritur në botën e kompjuterave, sepse në kompjuter pothuajse çdo gjë që krijohet mund të bëhet copy-paste. Unë prodhoj vlerë dhe pastaj i bëj copy-paste sa herë dua. Kështu për 5 minuta hap një fabrik legu në kompjuter dhe u zgjidhen të gjitha problemet e jetës time. Gjëja që nuk i lejon pra ti bësh copy-paste një Bitcoini tënd është ajo që quhet blockchain. Dhe blockchaini nuk është asgjë tjetër veç se konsensus social. Pra në thelb te filozofia e tij Bitcoini është matematik, kod, software dhe konsensus social. Por ky do të ishte një kufizim shumë i cekt i Bitcoinit, sepse është shumë më shumë se kaq. Sepse kur ti blen një Bitcoin, nuk po blen thjesht një kriptovalutë, por po blen diçka çmimi i cilës varion dhe mund të sjellë përfitime ose humbje për ty. Pra, nuk është thjesht diçka për matjen e vlerës si kartë monedha, por është edhe një instrument investimi. Pra, Bitcoini në të vërtetë u solli njerëzve Wall Streetin te hunda ose në xhep, një mënyrë demokratike pra për të pasur përqindjen tënde të një kompani nga çdo cep i botës, sepse Bitcoin është një kompani në këtë kuptim. Kjo është arsyeja pse kjo krijesë e re e sistemit financiar u bë kundërshtare e madhe sistemit financiar. Të vinë ditët e sotme, Bitcoini ka gjetur konsensus global, i ka hapur rrugën një kategorie krejt të re të financave që janë kriptomonedhat dhe bankat i kanë parë me sy të shtrembur gjitha këto zhvillimet e kriptovalutave në internet dhe në fintech. Pozita e bankave ishte shumë e vështirë, sepse të dalësh kundër këtyre teknologjive të reja e përforconte akoma më shumë bindjen e njerëzve që bankat nuk po sillen mirë me paratë e njerëzve. Nga ana tjetër, bankat po t'i lejonin këto teknologji të reja të zhvilloheshin lirshëm, kjo do të ishte gjithashtu vetvrasje për bankat. Kështu që ato gjetën një zgjidhje ideale për këtë problem të vështirë. Po sikur këto teknologji të reja menduan bankat, kriptomonedha, ti fusim në çadrën tonë, ti integrojmë dhe ti bëjmë pjesë të sistemit bankar. Dhe kjo është ajo që po ndodh sot. Tani kriptomonedhat më të rëndësishme, ato trija që ju thash në videon e parë të kësaj serie, nuk mund të shihen më si kriptomonedha, por si infrastrukturë mbi të cilën do të orkestrohet i gjithë sistemi i ri financiar. Këto kriptomonedha për të cilat fola janë specifikisht XRP, Ripple, Stellar Lumens ose XLM, XLM, edhe Hedera Hashgraph dhe Quant. Edhe një herë, mos i shikoni këto kriptomonedha që të shkoj t'i blej dhe të pres sa të rritet çmimi dhe pastaj të fitoj para me to. Këto janë infrastrukturë. Dhe çfarë nuk kuptojnë me infrastrukturë do ta shohim në këtë video. Pse janë infrastrukturë? Sepse Bitcoini sado që është e mirë ka një tmet të madhe që nuk e lejon sistemin financiar që ta përdor. Bitcoini nuk e zëvendëson dot financën aktuale, sepse financa aktuale nuk merret vetëm me depozita dhe transaksione, merret me huadhënie, merret me leasing, merret me kontrata, merret me kredi, merret me interesin e përbër, merret me likuiditetin. Dhe Bitcoini thjesht nuk i zgjidh dot këto probleme. Prandaj nuk e zëvendëson dot sistemin e ri financiar. Plus kjo tjetra, jo më larg se dje, Google publikoi një raport ku tha se 90% e kriptovalutave aktuale do të bëhen me vlerë zero, për shkak se nuk janë quantum proof. Quantum proof do të thotë provë kuantike, që do të thotë se çelësi yt privat nuk mund të zbulohet nga një kompjuter kuantik. Google thotë se siguria e Bitcoin nga kompjuteri kuantik mund të rrëzohet për 30 minuta me sulm kuantik. Dhe këtu vjen kriptomonedha XRP, XRP, e kompanisë Ripple, e cila u themelua me këtë mision në mendje.
pak kohë pas lindjes së Bitcoinit erdhi XRP-ja. Nëse Bitcoini pra nuk i shërben asgjë sistemit bankar, financiar, botror, atëherë menduan bankat, pse të mos ndërtojmë një kriptomonedhë me teknologji kripto, pra të regjistrave të shpërndar për të shërbyer enkas sistemit bankar. Më specifikisht për të zgjidhur problemin kryesor të bankave, që është likuiditeti. Sepse ju e dini, kur një bank dargon një shumë të caktuar nga vetja tek një bank tjetër, është detyruar që 1/10 e kësaj shume, edhe pse e dërgon elektronikisht, duhet ta ketë të ngurtësuar në cash te kasaforta e saj e vetja. Janë ato që quhen nostro vostro accounts, pra llogarit nostro vostro. Po kjo çfarë sjell? Para të mbetura peng nëpër kasaforta bankash, që nuk mund të lëvizin as nuk mund të ndodhin që të ngurtësohen as në kriza likuiditeti. Këtu hyn XRP, që adreson pikërisht këtë problem. Por jo vetëm këtë, adreson edhe problemin e pagesave ndërkufitare. Iku tani koha e kartave të kreditit. Ato po zëvendësohen dhe po dalin jashtë funksioni me shpejtësi. Tani, gati për 3 vite, unë kam studiuar me detaje, kam mësuar shumë dhe analizuar teknologjinë e Ripple-it, veçanërisht XRP Ledger dhe evolucionin e sistemit financiar. Dhe ajo që po shohim sot nuk është vetëm fillimi i një historie, është më shumë një zëvendësim i butë i një sistemi që tashmë është projektuar strategjikisht dhe planifikuar me kujdes për të integruar në sistemin aktual të financave botërore. Integrimi i XRP nga Ripple, kompania, nëpër institucione dhe rritja e rrjetit të shlyerjeve transaksioneve të bazuara në blockchain nuk janë një ngjarje rastësishme që po ndodh sot tani. Nuk janë spontane. Ata janë kulminacioni i më shumë se një dekade ndërtimi strategjik i infrastrukturës së nëndëshme bankare, duke ngulur në heshtje kolonat dhe themelet për sistemin e ardhshëm financiar global. Ne mund ta konfirmojmë këtë për arsye se XRP është ndërtuar duke pritur këtë moment të situatës globale, sepse XRP nuk është thjesht një tjetër monedhë, kriptomonedhë digjitale, është një aset neutral global ose ur e krijuar posaçërisht për të kryer transaksione ndërkufitare shpejt, më lirë dhe më efikas se çdo sistem tjetër ekzistues. XRP Ledger, pra, i Ripple është integruar pothuajse në çdo kanal pagese në botë sot, pavarësisht se s'keni dëgjuar për të, nga bankat të ofruesit i pagesave, nga bursat tek platformat fintech. Madje Ripple ka zyra përfaqësie edhe në vendin tonë. Kjo do të thotë se çdo partneritet shtesë ka qenë pjesë e plani afatgjatë të qëllimshëm prej tyre. Për vëzhguesit e rëndësishëm të kësaj gjëje, këto zhvillime mund të duken si spekulim. Çfarë po thotë ky? Çfarë është Ripple? Çfarë është XRP-ja? Se kemi dëgjuar kurrë. Për shumë prej nesh që e kuptojnë këtë dhe ndjekin nga afër këtë ekosistem, kjo është një infrastrukturë tashmë operative. Teknologjia funksionon, kanalet janë aktive. E vetmja variabël që do të thosha unë është koha, e cila nuk diktohet dot nga spekulimi apo nga bursa, por nga presionet gjeopolitike dhe makroekonomike. Pra, ky është një zëvendësim i butë dhe ka të bëjë me përgatitjen e tregut për atë që po vjen në mënyrë të pashmangshme, që do filloj me legjislacionin e ri që është Clarity Act, që po pret aprovimin në SBA. Ajo shpesh Clarity Act konsiderohet si një katalizator, por në të vërtetë në realitet është thjesht një konfirmim, sepse rregullat, udhëzimet rregullore dhe njoftimet graduale janë të gjitha të dizenjuara për ta përgatitur publikun dhe institucionet për diçka që tashmë është vendosur. Tregjet, rregullatorët, investitorët janë përgatitur për një tranzicion që është i pashmangshëm. Nuk është një eksperiment. Dhe dora që e rrezon kolonën e fundit nuk është një ligj apo një ent rregullator. Mbajeni mend këtë. Do të jetë diçka që do të trondit besimin te sistemi aktual. Kur këto ngjarje të ndodhin, mjetet e reja që stabilizojnë financat globale do të duhen të implementohen menjëherë dhe infrastruktura e XRP-s do të jetë gati për ta bërë këtë. Mendoj se do të jenë forcat gjeopolitike që do të krijojnë këtë multipolaritetin financiar. Dhe nëse shikojmë financat globale tani, sistemi bazuar në borxhe Shtetet Bashkuara është në kulmin e presionit të tij strukturor, triliona në detyrime, deficite në rritje, politika fiskale të paqëndrueshme që kanë sjellë sistemin në një pikë kritike. Dhe rezultati i mundshëm është një nevojshmëri për një injekcion masiv likuiditeti, potencialisht me mbi $50 trilion për të justifikuar shpenzimet ushtarake, paketat stimuluese, vazhdimin e funksionimit kompleksit ushtaraku industrial e tjera. Sistemi pra do të krijojë
do të kërkojë presione më të larta inflacioniste, taksa më të larta dhe çmimet absolutisht do rriten. Të pasurit do të pasurohen më shumë, ndërsa përqendrimi i pasurisë do të përqendrohet te pagduar, një pjesë e madhe do të mbeten mbrapa ose do shtypen akoma më poshtë. Dhe në mes të këtij kaosi, narrativa ka qenë XRP si shtylla kurrizore e një sistemi financiar neutral multipolar. Nëse shikojmë pika strategjike si kanali Hormuzit apo krizat energjetike për shembull, ato janë kritike sepse një ndërprerje e tillë mund të veprojë si katalizator përshpejtues për adoptimin e sistemeve digjitale të shlyerjes së transaksioneve digjitale. Dhe për këtë arsye vendet po largohen gjithnjë më shumë nga obligacionet amerikane, po vërsulen tek floriri dhe po përqafojnë stablecoinsat si një zgjidhje e përkohshme. Ndërsa XRP dhe infrastrukturat e tjera po përgatisin rrjetet e tyre për tranzicionin e plot që po diskutojmë këtu. Dhe këtë mund ta lidhim me një cikël të historisë që është strukturor. Për ta kuptuar pikërisht pse jemi këtu, duhet të shohim historinë, duhet të mësojmë nga historia. Sistemi financiar global ka operuar gjithmonë në cikle të zerimit të borxhit, luftës për konsolidim masiv, që nga krijimi i Federal Reserve të sistemit Bretton Woods, pastaj që është vendosja e dollarit si monedhë shkëmbimi, krizat e naftës dhe manovrat financiare, çdo bum dhe shpërthim i madh politikash ka qenë i orkestruar në mënyrë strategjike për të centralizuar pasurinë dhe për të ruajtur kontrollin e elitave. Ata që janë në pozita pushteti dhe në elita janë të njëjtit njerëz që kanë rrënjët e shtrira deri tek financat, politika dhe institucionet ndërkombëtare. Dhe ata e kuptojnë se publiku i gjerë reagon shumë ngadalë. Duke krijuar cikle të përsëritura inflacioni, borxhi dhe lufte, ata ruajnë dominimin, ndërsa shfaqen sikur po reagojnë për të sistemuar situatën, sikur po e menaxhojnë. Krizat e sotme, qofshin konflikte gjeopolitike, mungesë energjie apo goditje financiare, janë vazhdim i këtij modeli, duke përgatitur botën për një reset të rendit financiar. Dhe këtu XRP, XRP-ja e Ripple hyjnë sërish në fokus, sepse kjo është infrastruktura e rendit të ri financiar. Unë do të doja shumë që ekspertët e Bankës së Shqipërisë ta shfrytëzonin këtë moment për të mbushur thaset e tyre me XRP, me XRP. Do të këshilloja çdo kujt që të mbushte portofolin e tij me XRP, me XRP, por nuk jam në pozitën për të dhënë këshilla financiare. Dhe kështu madje ju këshilloj fuqimisht që të mos merrni këshilla financiare nga unë, nga një i panjohur në internet që i flet një copë plastike. Këto që them unë janë vetëm leximet e mia të situatës. Janë ato që unë mendoj se si duhet t'i bëjmë detyrat e shtëpisë. Ndryshe nga mjetet e sistemit vjetër, XRP është projektuar të jetë neutral, i shkallëzueshëm dhe i integrueshëm globalisht në një botë multipolare. Fatkeqësisht, një pjesë e madhe e publikut mbetet e shpërqendruar nga titujt e lajmeve. Ripple ka ndërtuar çdo gjë në heshtje, duke integruar teknologjinë e saj pothuajse në çdo kanal kryesor pagesën në botë, duke ndërtuar shtyllën e këtij sistemi financiar multipolar. Ajo që po shohim në kohë reale tani është thjesht një zëvendësim gradual. Njerëzit pra e ndjejnë pak a shumë se u ka hyrë ujë te këmbët, por nuk e kanë idenë se sa shpejt uji do mbritë qafa. Përditësimet rregullatore, partneritetet dhe diskutimet publike janë të gjitha të qëllimshme dhe të sinkronizuara për të prezantuar sistemin e ri pa shkaktuar panik, duke përgatitur institucionet dhe investitorët për tranzicionin e pashmangshëm drejt sistemeve të shlyerjes të bazuara në blockchain. Kjo nuk është spekulative, kjo që po them. Është pozicionim strategjik i infrastrukturës. Dhe me XRP si një aset neutral në një sistem financiar multipolar, kjo na vendos në një pozitë unike për të orientuar sakt përpara se sa të jetë vonë, përpara se sa të mbarojë tranzicioni. Për ato që i kuptojnë këto cikle dhe forcat gjeopolitike, mundësia këtu është e qartë. Infrastruktura tashmë është vendosur dhe sistemi do lëviz shpejt kur disa konflikte gjeopolitike ta nxisin këtë proces. Stablecoins sot janë një urë e përkohshme. Ari, floriri, argjendi janë siguri materiale, ndërsa asetet digjitale si XRP do të ofrojnë akses neutral në rrjetin financiar global, sepse polet e botës do funksionojnë me njëra tjetrën. Kështu që kushdo që pret siguri rrezikon të mbetet mbrapa. Ata që pozicionohen tani janë sinkronizuar me infrastrukturën që po vjen, që do të drejtojë të ardhmen dhe do të përfitojnë nga tranzicioni që tashmë është i pashmangshëm. Përfundimi është ky. Historia na mëson se njerëzit nuk nxjerrin mësime nga historia.
ja përse historia është ciklike, përsëritet, nuk është rastësore, është e qëllimshme dhe e parashikueshme në këtë pikë. Faktin që njerëzit nuk nxjerrin mësime nga historia, duhet ta përdorësh në favorin tënd. Clarity Act, Ripple, XRP, të gjitha janë pjesë e një infrastrukture të paraplanifikuar për një rend të ri financiar. Kriza gjeopolitike dhe makroekonomike që po shohim sot nuk janë shkaktar, janë nxitës të këtij procesi, këtij kalimi. Ata që i njohin këto cikle munden të depërtojnë me mendjen e tyre përtej zhurmës së lajmeve dhe të kuptojnë qëllimin pas këtij zëvendësimi të butë, duke përdorur këtë parashikim për të pozicionuar drejt në një formë të sovranitetit financiar. Bota po lëviz drejt multipolaritetit. Dominanca e dollarit po dobësohet. XRP qëndron në qendër të këtij transformimi, si infrastrukturë neutrale që mundëson komunikimin financiar të këtij multipolariteti botror. Koha për të nxjerrë mësime nga historia për të pozicionuar drejt është sot, jo më vonë, por sot.